sa i përket aseteve dhe bartjes së aseteve, që u tha. Të gjithë e dim kush ka bartë asete këtu dhe me kompanive private dhe me çfarë çmime. Keni privatizuar për 26 milion euro furnizimin së bashku me komplet rrjetin e distribucionit. Ndërsa neni që po i referohen, ne që po i referohen i gabim. Bani qetësi. Kërkoj nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që të mos e pengojnë fjalën e ministrës. Ministra po i përgjigjet të gjitha çështjeve që zoti Ferhat Shala i adresoi në foltorën e Kuvendit. Prandaj ato meritojnë përgjigje, prandaj ju lutem që të keni konsiderat për fjalën e ministrës. Ministre, edhe 1 minutë, ju lutem. Faleminderit shumë. Ligji për mundësinë që kompanitë të shfrytëzojnë asetet që janë ndërtuar më herët, qysh në kohën e Jugosllavisë për 99 vite, e për të cilin akuzuat është nen, i cili është vendosur në kohën e qeverisë së Hashim Thaqit me ministret energjisë PDK-n, është në 2016 i rikonfirmuar prap në kohën e kryeministrit Isa Mustafës me ministër të energjisë të PDK-s prap, ndërsa tash është përmirësuar, sepse atëherë ka thënë që për 99 vite mund të shfrytëzohen që nga data e hyrjes në ligjit në fuqi dhe për çdo aktivitet që nuk është ndaluar në Republikën e Kosovës. Ndërsa ne po themi le të shfrytëzohen nga data jo e hyrjes ligjit, por nga data e ndërtimit të operimit dhe atë jo për çdo aktivitet që ka dëshirë ndërmarrje. Faleminderit ministre. Tani mos ndodh mu qupa ta jap fjalën, se merr. Ullun vend, deputet, lutem. Ullun vend. Ullun vend se nuk e merr fjalën pa ta jep fjalën. Kjo punë u kry. Lexoj rregulloren e punës Kuvendit dhe e sheh se kush është përgjegjës për me dhënë fjalë në Kuvendin e Kosovës. Ulluni në vend, kur ta jap fjalën e merrni fjalën. Përndryshe nuk i më marr fjalën. Dhe nuk ka kjo të bëj as pak me inate. As pak nuk ka të bëj me inate. Por me respekt të institucionit, duhesh më mësu me respektu institucionin.
Ministra ju ka referu grupit parlamentar të PDK-s, prandaj e ftoj kryetarin zotin Hamza që ta merr fjalën. Faleminderit zonja kryetare, gjithë e dim që je ajo takon detyra dhe përgjegjësia sa i përket interpretimit rregullor të punës kuvendit, po zonja kryetare mos e bë praktik të lutem, nëse një deputet e di që ka të drejtën e vet. Bos rregulloreve me pas replikur i përmenet emri me ja ke përmen emrin zonja ministre, ju ke referue zotit Ferhat Shala. Kthe edhe këqyre. Po pe te kalojmë këto, po mos bot ky presedant e mos bot praktik se pastaj nuk kemi mbarvajtje të mirë të punës të kuvendit. E nuk është arsyeshme. Dhe po nalimi te tema. Ministre, mundet me hum Kosova paret, po ti e fajtore. Adresa jeni ju. Për shkak se nuk e keni procedu ligjin kohë. Për me debatu për ligjin, është i mirë, është i keq, a do të mu plotësu, a do të mu ndryshu, është në përgjegjësinë edhe detyrën e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Po ju nuk po japni këtë mundësi. Pse se keni sjell para 2 javë dite? Pse se keni sjell para 3 javë dite? Pse se keni sjell para 1 muaj dite? Kush ju ka ndalu, nëse ju vetë po thoni, ju po deklaroni, që ligji është prej vitit 2024. Atëhere, e sjellni procedurë të shpejtuar si shumicën e ligjeve që po vinë këtë kuvend. Nëse dëshironi me trafiku, me kontrabandu ligjet, me opsionu të drejten e deputetëve që me diskutu, me dhënë kontributin e vetë, kritikat, alternativat, propozimet, gjitha, është tim tjetër. Mirë po, këtë praktik do të menalë edhe ministre. Si ministre të këshilloj edhe të lësë që me përdor fjalor adekuat në këtë kuvend. Faleminderit, ministre. Unë vetëm, veç pak ju lutem ministre, unë për ju njoftoj që nëse shohim rregullorën e punës kuvendit, kur ka çështje të tilla të propozimeve në rendin e ditës, flasin grupet parlamentare nga 3 minuta dhe vazhdoj me votimin. Nëse shihni kërkesën për fjalë të deputetëve, janë më shumë se 6 deputetë të cilët e kanë kërkuar fjalën në raport me këtë çështje. Po ju njoftoj që në qoftë se kjo pikë renditet në rend të ditës, nëse kjo pikë renditet, atëherë do të keni mundësinë që të flisni për gjitha këto çështje, pa asnjë ndalesë. Prandaj ju lutem që të vazhdojmë me rendin e ditës, por para se të vazhdojmë me rendin e ditës, duhet të vazhdojmë me procedurën e votimit. Prandaj nuk ka më replika as nga qeveria dhe as nga ana e deputetëve. Ju kërkoj mirëkuptimin tuaj dhe edhe një herë për sqarim. Asnjëherë nuk do t'ju mohohet e drejta e fjalës. Atë ja jep rregulloria e kuvendit. Por të lutem që të respektoni edhe përgjegjësitë e mia si kryetare e kuvendit në raport me seancën plenare. Vazhdojmë edhe bëhemi gati për votim.